Takimi historik i Donald Trump me presidentin e Siris Ahmed al-Shara u realizua në Riyadh të Arabisë Saudite në përpjekje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve pas shumë vite tensione. Takimi zgjati 30 minuta dhe u realizua brenda dyerve të mbyllura dhe ndërkaq u mbështet edhe nga liderët e Arabisë Saudite dhe Turqia. Presidenti Trump njoftoi heqjen e sanksioneve të Sirisë me kusht që të normalizojë marrëdhëniet e saj me Izraelin dhe të bashkohet me marrëveshjet e Abrahamit. Sipas raportimeve, al-Shara ofroi qasje për kompanitë amerikane në burimet natyrore të Sirisë, duke përfshirë naftën dhe mineralet, kontrata për rindërtimin e Sirisë që do të përfitonin kompanitë amerikane, ndërtimin e një Trump Tower në Damask si një projekt simbolik dhe ekonomik që do të përfshinte markën personale të Trumpit. Këto oferta u paraqitin si pjesë e një pakete për të bindur Trumpin që të heqë sanksionet ndaj Sirisë, gjë që më pas ai e bëri, duke cilësuar si një nder dhe mundësi për t'i dhënë Sirisë edhe një shans tjetër. Ndërkaq heqja e sanksioneve u mirëprit në Damask, mirëpo Izraeli dhe Irani shprehën shqetësime për rritjen e ndikimit të al-Sharas. Izraeli në veçanti e sheh al-Sharan si një kërcënim të vazhdueshëm pavarësisht ndryshimit të imazhit të tij në publik. Ky takim përfaqëson një hap të rëndësishëm të Sirisë në rikthimin e saj në komunitetin ndërkombëtar dhe mund të ndikojë ndjeshëm në dinamikat gjeopolitike në lindjen e mesme.